17 kilometër kanale kulluese janë çelur në njësinë administrative të Bushatit. Drejtori i bujqësisë, mjedisit dhe pyjeve në bashkinë Valdez dhe Bishkjau tregon mbi përgatitjet që po bëhen në këtë zonë. Kena pastru kanale kulluese rreth 17 kilometra. Po të njëjtën punë këtë periudhë tërse po vjen koha e vaditjes periudha vers. Janë morë gjitha banse, po të njëjtën kilometra kena bën dhe pastrime kanale vaditse në gjithë sipërfaqen e njësisë administrative të Bushatit. Krahas kullimit fermerët këtë sezon do të kenë ujë të mjaftueshëm edhe në kanalet e çelura vaditse për tokat e tyre. Njësia administrative e Bushatit është e bërë gjithë në sistem vaditjes nga Banka Botërore që është në 2002 sistemin me beton. Edhe në gjithë sipërfaqen e njësinë administrative të Bushatit uji është i rrjedhshëm dhe shkon pas i lloj problemit. Në disa zona hapja e kanaleve ka qenë sfiduese, thash Kjau, për shkak të bllokimit total, por edhe mbjelljes së pemëve për brityre. Në fshatin Shkjes, për shembull, është një fshat që ka rreth 500 hektar tokë. Kena has në shqipërisë tash 30 vjet nuk janë hap kanalet, kena gjetë kanalet mbyllën komplet, edhe të mbjellën me pemë frotore. Pas Bushatit, puna po vjen për hapjen e kanaleve dhe në zonat e tjera ku në njësinë administrative të Hajmelit janë çelur 4 kilometër kanale kulluese.